Prokuroria e posaçme ka kërkuar më shumë kohë për të hetuar procedurat e tenderit të tunelit Llogaras, duke vendosur zgjatjen e hetimeve edhe me 3 muaj të tjerë. Ky vendim lidhet me kompleksitetin e dosjes dhe verifikimet që po kryen mbi mënyrën e zhvillimit të tenderit, ku dyshohet për shkeljet që cënojnë garen e barabartë. Projekti për ndërtimin e tunelit, pjesa e aksit Oricum Himar, me një fond prej 18.9 miliard lek pa TVSH, është një nga investimet më të mëdha infrastrukturore të viteve të fundit. Më 31 tetor 2025, Belinda Balluku u mor zyrtarisht e pandehur për akuzën e shkeljes së barazisë së pjesëmarrësve në tendera. Sipas prokurorisë, nga komunikimet mes saj dhe varësit e Vis Berberi, evidentohet se ajo ka ndjekur nga afër dhe ka orientuar procedurën e tenderit duke ndikuar në paracaktimin e fituesve. Vetëm pak javë më vonë, më 16 nëntor 2025, SPA kërkoi heqjen e imunitetit të saj duke e lidhur çështjen jo vetëm me tunelin e Llogaras, por edhe me unazën e madhe të Tiranës. Në deklarata publike, Rama ka ironizuar akuzat për tunelin e Llogaras, ndërsa hetimet ndaj Ballukut janë bërë pjesë e debatit publik mes qeverisë dhe prokurorisë së posaçme. Aktualisht, Belinda Balluku nuk ushtron më funksione si zëvendës kryeministre apo ministre, ndërsa hetimet përfshin pothuajse të gjithë tenderat për ndërtimin e unazës së madhe, si dhe procedurën koncesionare të partneritetit publik-privat për aksin Thuman Kashar, me vlerë të parashikuar rreth 245 milionë euro.